Kryeministri Hristian Mickoski nuk pret që Sofia zyrtare të ndryshojë qëndrim sa i përket Maqedonisë së Veriut, për më tepër që qeveria e re politike në Bullgari sipas Mickoskit aktualisht është në muaj mjalti. Sipas kryeministrit, Bullgaria qëllimisht që krijon këto probleme për të krijuar një pasqyrim se kinsa ata po i mbrojnë interesat e veta kombëtare. To je proces izvodi me do kraj. Unë nuk pres që Sofia të ndryshoj qëndrim, veçanërisht tani kur qeveria e re, politika atje është në muajin e mjaltit. Ata janë në gjendje të krijojnë dhe të ngrejnë çështje e pyetje të tilla, për të bërë praktikisht një transmetim të çështjeve të tyre të brendshme dhe për të shfaqur më pastaj si njerëz që mbrojnë interesat e tyre. Kreu i qeverisë shton se edhe presidenti i Këshillit Evropian e konfirmoi se Maqedonia e Veriut është në rrugë të drejtë dhe ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj. Për kryeministrin është pak e rëndësishme që Sofia nuk do të ndryshojë qëndrim, por e rëndësishme sipas tij është që Maqedonia e Veriut do të jetë fitues në këtë aspekt për shkak të argumenteve të fuqishme. Taka što nismo podgotвени. Do të fillojmë si brenda vendit ashtu edhe jashtë. Argumentet tona tani janë të fuqishme, të qarta dhe të sakta. Ne vazhdojmë të zbatojmë agjendën e reformave. Kemi një politikë të jashtme dhe të mbrojtjes plotësisht të harmonizuar me Bashkimin Evropian. Kjo qeveri nuk do të hyjë kurrë në një proces pa pasur paraprakisht një plan të qartë dhe të përcaktuar saktësisht. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri Mickoski dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë dhe VMRO-DPMNE-s zotohen se nuk do të futen në rrugën e ndryshimeve kushtetuese pa marrë garancione nga Bashkimi Evropian se nuk do të ketë bllokada të reja.